A ke parë ndonjëherë një çadër dhe je pyetur pse ka atë majë të mprehtë në krye? Mund të duket si një detaj i vogël, por në fakt ka një qëllim që daton prej qindra vitesh. Objektet e përditshme shpesh mbajnë histori të fshehura dhe çadrat nuk bëjnë përjashtim. Ajo majë e vogël nuk është thjesht për zbukurim. Ajo luan një rol në mënyrën si ndërtohen çadrat, si funksionojnë dhe si kanë evoluar me kalimin e kohës. Sot do të zbulojmë arsyen e thjeshtë por interesante pas këtij zgjedhjeje dizajni, këtu në History of Simple Things. Për të kuptuar majën e mprehtë, fillimisht duhet të kuptojmë si bëhen çadrat. Një çadër ndërtohet rreth një shufre qendrore që shpesh quhet boshti. Nga ky bosht, brinjë të holla metalike ose plastike shtrihen jashtë për të mbështetur pëlhurën. Kur e hap çadrën, këto brinjë hapen në mënyrë të barabartë, duke krijuar formën si kupol që të mbron nga shiu ose dielli. Në majë të strukturës, të gjitha brinjët kanë nevojë për një vend ku të lidhen fort dhe pikërisht aty hyn në punë maja. Maja e mprehtë është pjesë e një elementi që quhet ferul. Ky komponent i vogël, por i rëndësishëm, ndodhet në krye të çadrës dhe mban gjithçka së bashku. Mendoje si një kapak që fikson brinjët dhe pëlhurën në vend. Pa të, çadra nuk do të qëndronte e lidhur fort. Ferula siguron që tensioni nga pëlhura e shtrirë të shpërndahet në mënyrë të barabartë, duke e mbajtur çadrën të qëndrueshme edhe në kushte me erë. Pra, ajo majë e mprehtë është në fakt një pikë strukturore, jo thjesht një zgjedhje rastësore dizajni. Tani mund të pyesësh, pse është e mprehtë dhe jo e sheshtë apo e rrumbullakët? Përgjigjja lidhet si me funksionin, ashtu edhe me traditën. Forma e mprehtë ndihmon në drejtimin e ujit larg majës së çadrës. Kur shiu bie mbi sipërfaqe, ai rrëshqet poshtë përgjatë pëlhurës. Maja pengon grumbullimin e ujit në qendër, gjë që mund ta dobësonte materialin me kalimin e kohës. Duke e drejtuar ujin jashtë, çadra zgjat më shumë dhe funksionon më mirë gjatë rreshjeve të dendura. Ekziston edhe një arsye historike pas këtij dizajni. Çadrat e hershme u frymëzuan nga parasolet, të cilët përdoreshin në civilizime të lashta si Egjipti, Kina dhe Roma për të bllokuar diellin. Këta parasol shpesh kishin maja dekorative ose ornamente në krye. Ato ishin simbole statusi dhe elegance, veçanërisht për të pasurit. Me kalimin e kohës, ndërsa çadrat u bën mjete më praktike për mbrojtje nga shiu, maja dekorative mbeti, duke bashkuar bukurinë me funksionin. Në shekujt e 18 dhe 19, çadrat u bën më të përhapura në Evropë. Në atë periudhë, mjeshtëria kishte shumë rëndësi. Prodhuesit I kushtonin vëmendje si qëndrueshmërisë, ashtu edhe stilit. Maja e mprehtë u bë një veçori karakteristike, duke u dhënë çadrave një pamje të përfunduar dhe elegante. Ajo gjithashtu e lehtësoi prodhimin, sepse ferula mund të formohej si një kon I thjeshtë që përshtatej mirë mbi bosht. Ky dizajn rezultoi efikas dhe ka mbetur pothuajse I pandryshuar që atëherë. Një arsye tjetër për majën e mprehtë është mbrojtja. Ferula mbulon fundin e boshtit duke parandaluar çarjen ose konsumimin e tij. Pa këtë mbulesë, pjesa e sipërme e çadrës mund të dëmtojë me kalimin e kohës, sidomos me përdorim të shpeshtë. Maja vepron si një mburoj duke përthithur goditjet nga përplasjet apo rënjet në vend të boshtit. Ky detaj I vogël ndihmon në zgjatjen e jetës së çadrës, duke e bërë atë më të besueshme për përdorim të përditshëm. Interesant është fakti që maja e mprehtë ka gjetur edhe përdorime të papritura. Disa njerëz e përdorin për të shtyrë lehtë objekte ose për të shtypur butona kur duart I kanë të zëna. Edhe pse këto përdorime nuk ishin pjesë e dizajnit fillestar, ato tregojnë si një element I thjeshtë mund të bëhet I dobishëm në mënyra të ndryshme. Është një kujtesë se edhe pjesët më të vogla të një objekti mund të kenë më shumë se një funksion. Sigurisht, jo të gjitha çadrat sot kanë maja shumë të mprehta. Dizajnet moderne ndonjëherë përdorin maja të rrumbullakta ose të buta për arsye sigurie, sidomos në vende ku njerëzit ecin pranë njëri tjetrit. Megjithatë, ideja bazë e ferulës mbetet e njëjtë. Qoftë e mprehtë apo e rrumbullakët, ajo ende mban strukturën së bashku dhe mbron pjesën e sipërme të çadrës.
Kjo tregon se si dizajnet mund të përshtaten me kohën duke ruajtur funksionin e tyre kryesor. Nëse i shikon me kujdes çadrat e ndryshme, mund të vëresh ndryshime në maj. Disa janë prej metali, të tjera prej plastike ose druri. Disa janë të thjeshta dhe pas bukurime, ndërsa të tjera janë më dekorative dhe të detajuara. Këto dallime pasqyrojnë ndryshimet në materiale, teknika prodhimi dhe stil personal. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndryshimeve, qëllimi i majës ka mbetur i njëjtë për breza të tërë. Kështu që, herën tjetër kur të hapësh një çadër, mos e injoro. Ndal për një moment dhe shiko atë pikë të vogël në maj. Është e lehtë të mos i kushtosh vëmendje. Shumica e njerëzve kështu bëjnë. Është vetëm një copë e vogël metali ose plastike që qëndron aty pa shumë vëmendje. Por ajo pikë e vogël bën më shumë se sa duket. Ajo mban gjithë çadrën të bashkuar, duke i lidhur dhe stabilizuar të gjitha brinjët. Ndihmon në drejtimin e ujit që të mos grumbullohet dhe ta rëndojë. Dhe kur çadra bie në tokë, ajo përthith goditjen që pjesët e tjera të mos dëmtohen. Në një pjesë të vetme të vogël, ke strukturë, mbrojtje dhe funksion që punojnë së bashku në të njëjtën kohë. Dhe ajo që është edhe më interesante është se kjo ide nuk është e re. I njëjti dizajn i thjesht ekziston prej qindra vitesh. Nga parasolet e lashtë të përdorur nga mbretëria deri te çadrat që njerëzit mbajnë sot në rrugë të mbushura, ajo majë e vogël ka mbetur pothuajse e njëjtë, duke bërë punën e saj pa ndryshim. Materialet janë përmirësuar. Stilet kanë ndryshuar. Bota ka ecur përpara. Por ai detaj i vetëm ka mbetur sepse funksionon. Dhe ndoshta kjo është pjesa për të cilën nuk mendojmë mjaftueshëm. Gjërat që kanë më shumë rëndësi nuk janë gjithmonë më të mëdha apo më të dukshme. Ndonjëherë ato janë pjesët më të vogla, të fshehura në pamje të parë, që bëjnë punën që mban gjithçka bashkë. Jo vetëm të çadrat, por në shumë gjëra që përdorim çdo ditë. Thjesht nuk ndalojmë mjaftueshëm për t'i vënë re derisa më në fund e bëjmë. Faleminderit që na ndoqët. Nëse keni sugjerime për videon ton të ardhshme, mos hezitoni t'i ndani në komentet më poshtë. Do të sigurohemi t'ju përmendim për kontributin tuaj. Faleminderit që u bashkuat me ne në këtë udhëtim në historinë e gjërave të thjeshta. Mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të qëndroni me ne për më shumë histori të fshehura në